Shkëputje dhe kthime, pasione të lëna për gjysmë, mall dhe nostalgji. Producenti Eduard Deda do t'i provonte të gjitha, ashtu si shumë shqiptar. Do të niste gjithçka në vitin 97, kur do të nisej me gobone në Itali e pas shumë peripecish, do të arrinte të sistemohej. Më tej kthimi në Shqipëri dhe aktivitetet e bukurisë, ndërsa ëndra amerikane do të vinte kohë më vonë, të cilën edhe po i jeton. 3 nisje nga e para, 3 jetë të jetuara ndryshe, herë pas një lek në xhep e herë mes njerëzve të njohur në botë. Por në fund, ai gjeti vërtet Edi atë që kërkonte, çfarë i mungon ende sot, dhe nëse do të kthehej pas në kohë, a do ta merrte sërish të njëjtin rrugtim. Eduard Deda! Mirë se vjen! Po emocionova shumë. Ashtu, Dëgjoj, po ti kot vën si në vrik në për debate, se në fakt e ndjeshëm. Gjanën pasioni është ai që të shtyn edhe në ato debate të zjarta. Ngacmoj gazin. Përshëndes. Ja, nuk mund të shkonte pa u përmendur Gazmendu i Kashi. Por më bëni shumë përshtypje inserti, edhe më emocionoj goxha shumë sepse janë 3 jetë ka fillimi, si që tha dhe një insert, edhe të duket pak shumë për kaq vite sa kam unë jetë, 26 vjetë sa i kam bë, edhe janë shumë eksperienca, shumë gjërat ndryshme. 3 herë nga e para. Po, 3 herë nga e para. Herën e parë, çfarë kërkoje? 90? 97. Vit i vështirë. Ishte rrethim, ishte luftë, ishte vend shumë i rrezikshëm, Shqipëria së kohe. Edhe marrë gomonën hik për Itali, këto janë ca foto në momentet ndryshme në atë periudhën e adoleshencës që e kalonim punë, duke filluar nga punët më të rëndomta që mund bëj një njeri në emigracion. Edhe pastaj isha i vetmi shqiptar që te kjo foto me motrën që është me Bor, unë kam qenë drejtori i gjithë asaj resortit aty. U bona drejtor për 3 vite. Për një herë drejtorti. Për mas 3 vitesh, mundem. Që 3 vite nuk janë shumë, Po, ambicia, i kisha shumë ambicioze dhe isha i vetmi shqiptar që drejtoja për shembull i staf që ishte botë me italian, rumun, por isha i vetmi shqiptar dhe punova aty rreth 6 vite, bëja çdo dimër bëja stagjon dimror në cilën zonë ishe? Në Piancavallo, Pordenone. Kurse pjesën e verës e kaloja në Bregdet, afër Venecias, në Lignano Sabbiadoro, ku punoja po prapë në të njëjtin punëdhënës, po punoja në shef sale në një hotel, ku menaxhonim pjesën e restorantit. Megjithatë kur shkova atje sigurisht që nuk e gjete fush me lule, vështirësi. Kur kam në Itali ka qenë në 97, unë jam nisë në Golem. Ka qenë në Golem për herë të parë që kam hyrë në Gomonë, kam hyrë një 4 herë. Edhe udhimi i parë ka qenë më traumatik, se isha 17 vjeç, isha vetëm, me një shokun tim që ishte 16 vjeç nga Mirdita, edhe kam hik pa i pyet familjen, pa i njoftu, në atë kohë ne ishim mirë ekonomikisht, babi im punote, marr lekët edhe zhduken. Po nuk ishte eksperiencë shumë me frikshme Gomonja, pastaj se ishte peripeci, në momentin që kam nisë në parë është prish, e na kthy mes detit me motor, dhe një fëmijë që friksohet, shef vdekje me sy dhe nuk u ktheja mrapa se kisha dhënë llafin edhe kishin marrë vesh shoqëria që ky do ikë dhe vetëm nga ajo do ikja patjetër. Nuk është se kisha ndonjë hall të madh. Po nuk më rritë më rresheni, isha në rreshen atëherë me shtëpi. Se më rritë ishte shumë i vogël për Edin e madh, si mendoja unë. Dhe ika 97-ën, pastaj kalova deri. Sa pagove në atë kohë, Edi? 1 milion lekë vjetra. 1 milion, ose 7-ën. Dhe shkova atje? Higa atje. Njeriu që s'ka përgatitur asnjë gjë. Nuk di as italisht. Nuk di as italisht. Po, kam ikë dhe ka qenë gjë më e trishtueshme e gjithë udhëtimit tim. Për herë parë nuk ka qenë vetëm gomonja, sakrifica, vujtja, frika, por pasi ne zbritëm, ato që na trafikonin nga mali për në stacion trenit, morën çka kishim lek, na dhani bilet treni dhe s'kisha si lek tjetër në xhep. Edhe në atë moment na vje policia, na kap, por ndërkohë që ajo policia nika me vrap, që ishim 3 veta, klandestin të 3. U shpërndat. Edhe u shpërndava dhe isha një qytet shumë të vogël, dhe mbaj mend që po hikja si një fëmijë friksuar. Edhe shkoj në një kështu garazh të pallati,
Edhe ishte I burr që po punonte punë të tij apo bëte dru, edhe unë që I them do të njëmojmë ata edhe më gërthet. Dhe ai më ka trishtuar më shumë se gjithë udhëtimi, ai më ka ngelën tru, vetëm gërthitja atij që s'më ndihmoi se unë isha të kërkuar ndihmë, si është kalamam. Por pastaj më kapi, por ashtu aty italisën tim, aiuto, lavoro, ku diu më se stiam. Një fëmijë I friksuar që të ndjek policia në ai është friksuar nga ana tjetër kur shkoj çfarë do bëj do vjetë. Nga mosha, po kështu isha 2 metra sa më sot. Pastaj më kap policia dhe më çon në kolegj. Më çon në një kolegj. Aty ignoranca ime nuk qëndrova. Hika po natën, sepse kisha atë idenë e frikës që të na kthejmë për Shqipëri edhe nuk doja të vija këtu. Dhe hika dhe pastaj jam bashku me familjarët mi në Romë, ka vazhdu jeta normal. Po udhëtimi ka qenë shumë I tmerrshëm. Edhe kur fillove punë, çfarë punë bërë? Kam fillu punë lavapiac, pastaj një kuzhinier, kamarier, barnakier, bartender, gjithë kur bëra drejtor edhe u rahatova. Aty u rahatova e prisha prap. Edi, kjo është e deta, domethënë. Pse, çfarë ndodhi? Se ti sot qesh dhe ke fuqi, no, që të qeshësh edhe... Unë edhe kur flas për vdekjen e Timati, për këto gjëra, unë nuk e flas kaq dram. Edhe aty ka momente që unë gjej pak energji ose pak emocion tjetër. E prisha prapë se nuk më rrit e pash maksimumin në atë lloj profesioni, që u bëra drejtor, menaxher I përgjithshëm, por nuk bëja dot më shumë, edhe e lash Italinë në 2005 për të ardhur në Shqipëri, për të luajtur voleyboll dhe për të ristartuar nga fillimi vetëm. Dhe ja ku jemi tek 2015 jemi këtu me Megi Lukën. Se kemi 5 fotografitë e përzgjedhura nga Edi. Kam shpallur misin e parë si drejtor nacional për Miss Universe Albania, që ishte firmosur aso kohë me Donald Trump. Ishte big deal, ishte gjë. Çfarë thua? Miss I parë ka qenë firmosur nga Unë kam punu 2 vite për Donald Trump. 2014 ka qenë Fadil Berisha, drejtori Miss Universe, unë isha vetëm organizatori. 2015 më ka ardhur kontrata, kur merr kontrata këtu me Trump, edhe ishte një dosje e bukur. Edhe në 2015 ka qenë kontrata ime e parë me Miss Universin, ku drejtor ka qenë Donald Trump. Ka qenë një emocion shumë I madh. Nga se gjen Donald Trumpin, të mbin kudo. Ka qenë drejtori im edhe kam... Sa e bukur ishte kjo, Trumpi ka qenë drejtori im. Po, është vërtet. Edhe sot ashtu e ke praktikisht, atë keni shef. Po praktikisht, po, gjithë bota vuan pasojat ati presidenti. Shqipëri, unë jam zhvilluar në Shqipëri nga revista VIP, në aso kohë, që printoj, tani nuk ekziston më mund ta themi. Edhe revista VIP më bëri pastaj të njohur në Shqipëri, unë e bona atë revistë me shumë dashuri. Edhe ajo më njohu me showbizin, me gjithë personazhet, unë kam fotografuar nga drejtori Agolli, Adi Krasta, shumë personazhe të ndryshëm dhe në 2015 unë bëra drejtor për Miss Universe. Ka qenë udhëtimi im I parë në Miss Universe, ka qenë me Megi Lukën. Megi Luka ka qenë, ishim të dytë pa përgatitur, ku shkum Miss Universe. Pse? Sepse nuk kisha eksperiencë. Çdo gjë me eksperiencë, nuk dija në aso kohë dhe ishte e vështirë për ty në atë industri. Plus që unë çdo gjë që kam bërë ka qenë edhe pak intuita ime, po ka qenë dhe fat, që jam gjenë me njerëzit e durë që më kanë dhënë një oportunitet, dhe ato oportunitet unë kam marrë, kam zhvilluar. Dhe 2015 ka qenë dhe kjo sfidë në vete, kur unë sjell këtu Gabriel Garkon, dhe me shpresën që spektaklit ishte I suksesshëm, dhe doli I suksesshëm, por nuk është se ekonomia dhe në marketingut shkon një lloj, ekonomia tash PR-i dhe ekonomia nuk shkon njëjtë. Ai pati shumë bujo, por nuk është ushita shumë biletat. Se jena dhe pak shumë e çoka gjithë që me epi bilet, fusin me epi tjetër. Dhe spektakli nuk shkoj mirë nga ana ekonomike, unë personalisht humbë 25.000 euro në atë spektakël, dhe ishte fund viti, do ikja në Miss Universe, dhe kur kam ikë për parë në Amerikë, kam marrë kredi 3 milion lek në bankë, pa e ditë familja, të kisha kursimi I hargjova, pa e ditë ata. Dhe ikë në Amerikë, në Las Vegas, me 3 milion lek vjetër, $3.200. Me kredi. Me kredi, në Amerikë, 3 milion lek. Për ty ishin shumë, po për Amerikën 3 milion? Pa tja, as buksaje. Dhe shkoj në Amerikë, për herë parë në 2015, masi kishim të peripecice, revistat, showbizi, sa I lek t'jep të aso kohë, një rogë e mirë ishte, po tani të bësh dhe rogën, bësh dhe udhime, të marrësh dhe familjen, ishte pa mundur. Dhe ma që hik në Amerikë, dhe në Facebook ishte I famshëm atëherë, dhe unë postoj me foto.
e më bëshin njerëzit që lartë e më lartë, për shefti kur të paguj kredin fund muajit. Si është puna, ë? Janë ca gjëra që duken shumë me shkëlqim, duken shumë produktive, shumë wow, por në thellësi e di ai që e përjeton ose ai që ndërton personazhin e vet. Mirë, po të duhet ju nga ana tjetër, sepse ky qëndrim lart. Si isha aty, dhe sakrifica është ndërtuar gjithë udhimi im, si në Itali, si në Shqipëri, kur ka marrë në Shqipëri, nuk njihja asnjë njeri në 2005, unë s'kisha si shoqëri këtu. Por falë sportit, a më dha më shumë network, connection, pastaj ishte fati që u përfshira me revistën, dhe do të thënë janë disa gjëra, disa sfida që një person i merr përsipër që të bëhet personazh dhe të ndërtojë jetën e vet. Dhe unë jam shumë i lumtur për gjithë udhëtimin tim në Shqipëri, nga 2005 deri në 2025, 20 vite kam jetuar në Shqipëri, 20 vite pa u shkëput këtë periudhën e fundit. Dhe u bë si Rësheni dhe Tirana, filloj niti shumë gusht. Tregu mu zvëglua në këndvështrimin tim, dhe duke pas ta eksperjenca në Amerikë, duke shku, duke ardhë, duke testu vetën se çfarë jam i Zotit bëj atje, vendosa të marr familjen dhe të largohem. Është në Amerikë. Ja, për këtë periudhë sa kam jetuar në Shqipëri, jam shumë i lumtur dhe e kam fal veten për gjitha gabimet që kam bë. I kam falë gjithë njerëzit që më kanë bë keq ose më kanë bë mirë, sepse ata dhe unë, jemi këtu është një turistni shumë e madhe, është një turistni nga të gjitha anët, si nga ana ekonomike, si nga ana sociale, kulturore, dhe kjo turistni ne dhe vetëm e shohim kur ikim nga këtu se sa na rëndon dhe sa duhet punojmë fort që Cili është gabimi më i madh për të cilin e ke falur veten? Për gjithë momentet të gjitha momentet që i ka marrë njerëzit shumë seriozisht në Shqipëri. Nuk do ta marrësh seriozisht, nuk do t'i marrësh sepse do t'i lexosh, duke qenë këtu nuk i lexon mirë njerëzit. Ne kena shumë trauma, kena shumë fukarallëk. Dhe kena shumë pasiguri dhe në punë. Domethënë, tregu i punës të bë shumë i vështirë. Unë e shoh këtë vështirësi kudo. Dhe kur përballesh me realitetet të zhvilluara, siç është Amerika, që një njeri që merr $40,000 në muaj është për ndihmë ekonomike. Një njeri më i mirë këtu merr $40,000. Kupto diferencën? Jo, $40,000 në muaj, s'është ndihmë ekonomike, në vit, okay. Në vit. Ah, okay, se thënë muaj, pra, okay. Se tani në muaj. Merr ndihmë ekonomike në muaj, pra $40,000 në vit ti jep për ndihmë ekonomike. Rrogat më të mira këtu janë $30,000. Mirë, po edhe realiteti i shtëpive, gjithçka ajo është më ndryshe, se edhe Amerika ka ato të vetat, ka varfërinë, ka. Unë jam nacionalist aty, po. Jo, unë jam nacionaliste, unë jam patriote. Por që domethënë Amerika ka varfërinë e vet. Patjetër, aty ka homeless sa dush, por problemi është që ti kur ke një far intuite, një far vetbesimi, një far pozicioni. Patjetër, nëse punon, ti mund t'ja dalësh. Dhe kjo është ajo ideja që këtu për këtë ja kam fal vetes gjitha gabimet, se kam qenë turistni dhe unë për të mbjetuar si gjithë shqiptarët që mbjetojmë me shumë sforco, edhe i kam fal veten, kam fal vetë tjerë. Dakor, po në Amerikë nga ana tjetër jetoni? Se 12 orë punë thuhet. Është vërtet. Unë kam bë për herë nga 12 orë punë, si në Itali, si në Shqipëri, si në Amerikë. Unë kam bë 12 orë punë kur isha 19 vjeç, dhe çdo natë më kisha në diskoteka, më kisha në klabe, kisha energji me dalë. Njeriu jeton si të doj. Po e di, po nuk janë energjitë njësoj si 19 vjeç, si 46, me që dhe vetë moshën. E shoh dhe sot, unë absolutisht edhe sot, unë punoj atje, jam partner në një restorant ku kena dalë si herë pas herë në video bashkë, në video kod. Mirë, kësaj pune ja diti, se je rritur, praktikisht e ke ngjitur. Unë jam 30 vite mbrapa, se më duket vetë se kur kam të gjitha shkallët. Por punon, mund të arktohesh, tani nuk është, varet se si e shef këndvështrimin e arktimit. Dhe atje ka arktime pafund, por nuk ka këtë lifestyle që ka Europa. Për shembull, ne marrim Greqinë, ka tjetër lifestyle, Italia, dhe vend i vogël ku sigurisht që ke, po, më i aksesueshëm, takosh me dikë për një kafe pa plane, domethënë. Ju ka në dorë vet lumturinë e vet, edhe mënyrën e jetuarit vet. Patjetër. Dhe ja ku jemi edhe në këtë portret familjar me bashkëshorten, fëmijët, do të na njoh pas pak Eduard Deda.
Do të shkojmë në ndërprerje publicitare për 2 fotografitë e mbetura të përzgjedhura nga Edi në pjesën e tretë. Vijoj të jem me Eduard Dedën në studio në rrëfimin e tij për 3 herët, nga të cilat ja ka nisur dhe ja ka dal energji dhe shumë përkushtim në të njëjtën kohë. Edi, jemi në këtë fotografi, në këtë portret të plot familjar. Jam në nëntore shqiptar New York me familjen time, ai është djali, nusja, mami im është në mes, motra e madhe dhe goca ime, që është bë 2 metra, është vetëm 13 vjeçe, Noemi. Jemi në nëntore shqiptar, në të gjithë jetojmë atje, edhe bashortja dhe fëmijët janë të lumtur dhe kanë fillu, janë adoptuar me punën, me shkollën. Fillim kisha shumë vështirësi me fëmijët, se normalisht është sa të adoptohen, por tani djali nuk ka pas vështirësi fare, se ndoshta edhe pak më i vogël, goca si mungosh Shqipëria. Tani ku të vi në pushime, besoj. Familje e bukur, a? Faleminderit shumë. Faleminderit. Bashkëshortja, nëna, po dhe ta fillosh motra, nga fillimi atje është kurajo e madhe. Patjetër. Absolutisht. Dhe në këtë moshë tani, se e përmendëm me energjinë me shaka, po tjetër gjë 19 vjeç, 20 pak vjeç dhe 40 e ca. Sigurisht ke tjetër pjekuri sot, ke tjetër pjekuri, ke të tjera armë që ti ka dhuruar, në thonjza, që ti ka dhuruar eksperienca që të shërben sot, por kërkon energji. Hera e tretë. Hera e tretë, jam në një start shumë të mirë. Kam pas një projekt shumë të bukur këtu në Shqipëri, këndo këngën time, nëse audienca e mban mend, është prit shumë mirë në një studio e cila punon për NBC dhe për Netflix. Jam në tratativa për ta zhvilluar atje këtë lloj projekti. Ndërkohë bëj projektin në etnografia shqiptare e cila po bëhet në New York, u bë në Philadelphia, do bëhet në Chicago, do bëhet në të gjitha shtetet ku shqiptarët janë në shumë të numër. Se me datën 6 qershor më bëjmë Miss Universe Albania në Pallatin e Sportit Feti Borova, Park Olimpik. Ku dhe edhe një spektakël jashtëzakonshëm dhe një mega party me Angela Peristein dhe Noizin. Një spektakël i mrekullueshëm dhe të pres. Ferrat presën në Amerikë Dhe nuk e di si janë prurjet premtuese dhe ku zhvillohet pastaj Miss Universe. Ku do të përfaqësohet Shqipëria dhe Kosova? Patjetër, Albania dhe Kosova. Miss Universe Albania Kosova ka pas konkurrencë, ka pas audicione shumë të mira dhe vajzat që kanë ardhur janë shumë të përgatitura, çuditërisht jo si rrallë të tjera, por çdo vit përmirësojnë. Pastaj fitueset do të jenë në El Salvador. Në El Salvador. Në 15 nëntor. Sërish, se ka qenë në Puerto Rico, më fal. Në Puerto Rico, e pra se në El Salvador ka qenë më përpara, kështu që. Okej, këtë vit është në Puerto Rico. Po do ikim plazh, Puerto Rico. Do iknin plazh, po me disiplinën që kërkon ti, ku të lë ti. Jo, i kërkojnë ato të tjerë, unë por jam me pushim, ato konkurrojnë. Deda, kënaqësi. Është kënaqësi edhe të falenderoj shumë dhe më ke bërë shumë të famshëm me programin tat, më shumë se sa me karrierën time. Programi ka bërë më të njohur se gjithë karriera. Faleminderit ty, faleminderit Top Channelit për mundësinë që më jep. Më vjen mirë. Edhe gjithë shqiptarët në Amerikë përshëndesim. Përshëndesim. Zori Amerikës, faleminderit. Juve që na ndoqët gjithashtu nga ana në të premte, takohemi këtu ku ka. Veç një ftesë në orën 5 Top Channel.